kanë shpërthyer në bulevardin përpara kryeministrisë. Për më tepër na informon Osmani, i cili po e ndjek në këto momente. Osman, po fjala për ty. Atëherë ka pasur ndërhyrjet menjëhershme të policisë, nuk ka ndodhur ndonjëherë diçka tjetër më parë, pasi policia e shtetit ka mbajtur pozicionet e saj në hedhjen e molotove, madje ka hedhur gaz dotësjellës apo ujë në drejtim protestuesve, por nuk ka ndërhyrë në atë formë që ndërhyri ditën e sotme, çka i gjetit pa përgatitur protestuesit, ata cilët hidhin molotov, apo edhe deputetët e Partisë Demokratike, siç ishte rasti i zotit Flamur Noka, i cili do duhet mbetur për të kuptuar, por me shumë gjaz u është hedhur spray dotësjellës në fytyrë dhe prej disa minutash është duke tentuar të marrë veten, nuk ka lëvizur nga vendi ku ai ndodhet përpara kryeministrisë, teksa protestuesve është kërkuar për të vendosur tek kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Pra ka pasur thirrje që të zhvendosen tek kuvendi i Republikës së Shqipërisë, por Flamur Noka së bashku me disa deputetë dhe protestues janë ende duke qëndruar tek kuvendi, teksa zoti Noka ende pra nuk po merr veten, mban pra një fasulet në fytyrë, sepse me shumë gjas është hedhur spray lotësjellës në drejtim të tij momentin që ka tentuar të mbrojë atë reagim të policisë së shtetit ndaj protestuesve, sepse ishte i menjëhershëm, ashtu siç e përmende, nuk e kemi parë më parë, u duk si reagim i koordinuar, një aksion i koordinuar, i mirë menduar i forcave të rendit ndaj protestuesve. Ishte një aksion i koordinuar për shkakun se punonësit e policisë erdhën me të paktën 3 drejtime për të mësyrë pra në qendër ku po hidhej edhe molotovi, çka bëri që të mos u linte më asnjë kohë, pra pasi u hodhën rreth 4-5 molotov, nuk u la më mundësi protestuesve për të hedhur më shumë dhe një pjesë shumë e madhe atyre janë shpërndarë. Sekundër punonësit e policisë vijojnë ende të qëndrojnë pra përpara kryeministrisë me protestuesit nga ana tjetër, të cilat bëjnë thirrje për largimin e policisë. Pa ka përsëri spray lotësjellës, në drejtim të deputetëve Partisë Demokratike, në drejtim të protestuesve të kësaj force politike. Se po vjen në këto momente ky reagim i forcave të rendit, sepse dukshëm është disproporcionale dhe sjellja e tyre, sepse protestuesit tani më në këto momente duket që janë zhvendosur dhe nuk po përdorin më molotov apo mjete piroteknike. Nuk kanë asgjë ndorë tashmë protestuesit, sepse grupi apo protestuesit të cilët hidhin molotov duket të janë shpërndarë, janë vetëm qytetarë, komunistë mediave, deputetë Partisë Demokratike, madje po kërkohet nga shefat e tyre që të qetësohen, madje shumë reagim i ashpër i punonësve të policisë në këtë protestë në drejtim pra të protestuesve, madje po kërkohen nga shefat e tyre që të tërhiqen. Pra po kërkohet pas tentativës së radhës, ndërkohë që ka një qytetar i cili ndodhet në tokë. Do shikojmë çfarë ka ndodhur. Janë disa qytetarë të cilët më sa duket kanë marrë në sy spray lotësjellës. Teksa po Hajde ambulancë, hajde më një lartë, vazhdim me tjerë. Pare që fry më rëbëri Drejta një qytetar i shtrirë në tokë, po Osman? Ardha e ambulancës, masa kuptova, nga personat që shoqëroni kanë kërkuar dhe kërkojnë ardhin e ambulancës, paska se nuk ndihet mirë, ka marrë spray lotësjellës në sy dhe është kërkuar një ndërhyrje ambulancës, është kërkuar. dhe ambulancat janë në vetëdijshmëri, por akoma nuk është bërë
Ka qytetarë që vjojnë të qëndrojnë aty Osman duke pasur dhe përplasje dhe tensione mes tyre dhe forcave të rendit, pasi pam edhe shumë prej tyre u shoqëruan, disa edhe forcërisht në furgonat e policisë. Ishin të rinj ata të cilët u shoqëruan dhe mendohet se janë ata të cilët kanë hedhur dhe molotov, u gjendën edhe pa përgatitur. Në këto pamje që po shohim në faqe të ndërpres, personi i shtrirë është aktivisti zoti Aulon Kalaja apo jo? Jo, nuk ishte zoti Kalaja, po është zoti Kalaja. Është zoti Kalaja. Po, zoti Kalaja, shikojmë në këto pamje të drejtë për drejta. Pra është kandidati për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Durrësit, Aulon Kalaja, i cili është i shtrirë dhe është kërkuar ndihma e ambulancës për të, sepse deklaroi se nuk ndihen mirë. Po vonon në këto momente Osman dhe ndihma e shpejtë për zotin Kalaja është ndjerë keq pas përdorimit të gazit lotësjellës, nëse ke mundur të mësosh diçka më shumë. Të sprajtit lotësjellës, i cili është hedhur në drejtim për të syve, pra policia shtetet momentin që është në afër me protestuesit gati trup me trup, përdor spraj lotësjellës për të neutralizuar protestuesit. Në këtë rast ka përdorur të njëjtën gjë edhe ndaj zotit Kalaja. Atyre është një ambulancë e cila ka ngritur dhe që zoti Aulon Kalaja është duke transportuar për në ambulancën e cila ndodhet në afërsi të podiumit. Pra ditën është zoti Kalaja i cili është marrë nga mbështetës Partisë Demokratike Nga protestuesit drejt ambulancës, po i shikojmë, urojmë që të përmirësohet gjendja e tij shëndetësore, mos jetë asgjë serioze. Tradicione kjo proteste ditës së sotme. Po. Është duke u transportuar për në ambulancën e cila është parë pranë nga protestues, për situatës e tij ku nuk ndihet mirë, nuk u ndjen mirë për shkak të sprajtit lotësjellës që u drejtua atij. Pra është marrë nga punojësit e shërbimit të urgjencës, ndërkohë që ndihet frymi gazi lotësjellës që është hedhur në drejtim të punojësve të protestuesve. Zoti Kalaja është marrë tashmë nga ambulanca për të marrë ndihmën e parë pas asaj situate që ndodhi përpara kryeministrisë. Teksa po kërkohet edhe për qytetarë të tjerë ndërhyrje. Dhe qytetarë të tjerë të cilët kanë mbetur të lënduar Osman? Është zoti Luciano Boçi, deputet e Partisë Demokratike, i cili gjithashtu për të është kërkuar ndihmë e shpejtë për shkak të gazit, për shkak të sprajtit lotësjellës që punojësit e policisë kanë hedhur